Emisioni Jetë o Jetë me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Mirë mbrëma, miqtë e mi, sonde e kam mysafir një shok të emin, një ashtu kolega aktor, po që bën pjesë të njerëz të mi të preferuar e ai sonde me mua është Fisnik Ademi. Fis, të prezentova me Fisnik Ademi edhe ka e thash mu dëk pak interesant se s'pas në thonë. Dhe si mësu me në thonë Fisnik Ademi. Fisnik Ademi. Dhe tash mi thonë, qëre, na e na ko gjëmë mosh, tash mi thonë që shpesh njoni tjetën e thirë në birë, tash është këj fartirë me i ti në gjerave, o këpëtën që unë edhe djemëve të mimë, unë e kam 15 vjetë, tash mi thonë që unë e jetu unë i thëmë, ku je birë, ku je birë, apo këpëtën, dhe më thonë, të kuptoj shumë mirë. Këgja rëndë në zera. Unë gjithmonë, të kom thonë, e kemi diskutu gjithmonë që kemi punu plot projekte bashk, edhe natyrisht që po besoj që edhe në të ardhmen kemi punu bashk, po ka njerë, e ki po, janë disa projekte që në kohë caktume s'kemi qenë bashk. Ti vazhdove me disa projekte tua, na vazhduma ne, kështu që po, do të rikthehemi bashkë. Po me gjitha të, na jemi aty ku jemi e gjithë bashkë jemi. Kjo ka rëndësi. Mu më gëzojnë pa fund sukseset e miqve dhe të kolegve. Kjo është një gjatë që të na ka fillu pak me mungu, në kuptimin që nuk po gëzohëm për kur gjë. Ka njerë kështu me dosta tjerë, pëndoj po thëmë, ma shumë po gëzohëm mi cofë, lupa këjshi se më napile joni. Dhe më thënë ka hi një farë gjelozie pa shpjegushme, e kjo po më doke që për cilë edhe komunitetin tonë. E vërtet, sepse lakmia e ka bo po besoj të vetën. Njerës të po shohin gjithë shka, tash rjetës sociale e kanë ndryshu lojen. E kanë kollë lojen. E kanë kollë, dhe më thonë e kanë si tjetër nivel lojen, sepse tash ti për merë telefonën dhe për bënë scroll njëtin ku, ndash shenë TikTok, ndash Instagram, ose ku do. Edhe aty njerës të qesin momentet më të mira tjetës tyne. I bëna një 500 fotografi edhe i zjedh një 2. 500 më të mira edhe një reels nëse e postana e ka me postu më të mirën të mundshme. Edhe natyrisht që lakmia e bën vetën. Edhe tani njerës po dalin pej vetë vetës, edhe mandej njerës po bojnë qmos që me mëri një sukses i cili nuk mëri edhe fiktiv qoftaj. Edhe fiktiv qoftaj në shumë edhe me rjetës sociale se që ka ndodhë. Në më thonë janë gjendje që mos me bo shef edhe këtu reality që po bohen, në më thonë që mos bojnë veç t'hi. Po, edhe me që jem të këto reality show, ke po be fort jem të kajtë, që është një ide që nga ka mërdojnë. Po, në vajena, e vërtet. Ko gjë në vajena, e vërtet. Se dina është ta pëse duke provu mi ndrydh në djenjat, edhe për mu dok dikush që si jena tani po vjen një moment kur... Qëre, unë e thash ma jere, gjithë shka është bo emocion. Unë e pas që një super aktor të Hollywoodit, cili e ka pas një periudhë shumë vështirë karierën e ti, dhe më thonë edhe ja pas një deklarat në një medium shumë famë, shumë telegraf, që e këshin pre, që kjo lufta hibride që pe qujmë na, e këshin pre, edhe e bënë njërin homeless. Edhe tash qka ka ndodhë, dhe më thonë, që është kishë pas reagime në për krejt botën, pa të reagime edhe unë vetë unë ngulla, dhe më thonë, në atë postime këtu, ka pas reagime së që ka njerëzve mjë udhim të, për kuptan. Dhe më thonë, e kanë inxhinieru. Ati ju desht më dalë me një medium tjetër, edhe me deklaru që unë nuk jam homeless, unë kom deklaru në qatë intervjis që kom pas disa momentit saktume ku mu ka dosh me flajt me një hotel, me një Airbnb, me një diçka, po nuk jo më ra bashkë qashtu, si jo me jetë bashkë homeless, apo kuptan. Si jo me jetë më më kojnë me minil. Edhe kjo të kalzën që, dhe më thonë,
gjithë shka ndodh mrena pak sekunda në bak minutave. Dhe më thonë është qasti fuqi jashtëzakonshme, dhe më thonë, ti e pa dhe vetë që ka ndodhe edhe BBC-s, një super medium prestigjioz, dhe më thonë, që ka ndodhe me atë dokumentarin për Trumpin. Po. Dhe më thonë, Trumpi pja ly BBC-s që është $1 miliard dëmë shpërblim, sepse dhe më thonë nuk po mjafton, njerë i tha mjafton në ashta vishë një kërkim falje, po jo, unë i pidu tash $1 miliard, sepse u po dhe vetë, ja kam prej 2-3 momente. Ja kanë dekontekstualizua dhe... Natën e mirë. U bo e vështirë, po menaj, sidomos ditëve të fundit, po i shohim edhe inteligjenca artificiale, po nxerr video, për shembull duke tregu një mendim ose një mbështetje për dikon, edhe po bojnë qaq reels sa që njerëzit po ngulen edhe po hite komentet aty, debatojnë shumë seriozisht duke mos e di që është me inteligjencë artificiale. Po, e vërtet, na që punojmë këtë industri, edhe për neve është diçka jashtëzakonshme dhe është e re. Fatkeqësisht na andas kemi mri me prek ose me shiju qatë sukses të AI, inteligjencës artificiale, por ajo po shihet se aty do të thonë ka bë mrekulli vëlla. Ka bë mrekulli. Nuk po m'pëlqen do të thonë edhe njerëz kur pisho të postu nëpër rrjetet sociale po postojnë ma mirë tash. Po e ka pasladis pak rrjetin. E vërtet. Ja ka dhënë e ka shumë vërtet. Edhe ja ka nis mu po m'pëlqen realisht. Tash sa kam na him punë neve, sa kam na pengu, nuk e di në të ardhmen. Varet po menaj në qofë se ti e shfrytëzon për mja marrë benefitin, ose për diçka të mirë, po që na zakonisht... Na për mraps. Gjithqysh për këtë. Ajni një për jam e ma boni të full për inteligjencë artificiale, tha, në zona dha njoni, tha, aje shkrujke, e qysh me bo kolpitën. Fantastika. Ajë njere, e vetë për kolpite. Pak për kolpite, pak për fli. Ajë të rëllën ta qetë në malë. Kjo është, dhe më thonë, se sa shfrytëzojmë na. E vërtet është. Fes, je kona aktiv, po mënej këto vitet e fundit, e njona pej projekteve që edhe une si aktor, po ma shumë cilësine e shikuesit, e për cili me endje logikonomin. Epizodi para fundit ke ekspansion në veti, po mënej murë dhen, edhe në kuptimin e parodizimit të ke gjës, po edhe u tregu faktikisht një vërtet e modhe e që besa dhe hidhur. E qka po menaj, po në fakt unë jam për me menu këtu, jam për me pyt, po qka po menaj që pse po na pengon kur na po i bojna veprimet, edhe kur po na parodizojnë të tjeret, tani po thojnë e jesë të qështus jem. Në fakt, na si audiencë jem të po. A nuk po jem të vedishëm kur po bojna veprimin, apo vedisohemi kur po parodizohemi? Qërë, na si artist e bartim një peshë në shoqni. Na traktor nuk jem, as biznismena, që me trata mën ty këmisha knap. Kështu që dikujt në momentin kohë caktume nuk i bjen të aman. Po, nuk bën me marë personale ose me marë me humor, sepse çdo temë, çdo emision që kemi bo, ose qoftë kemi trajtu naj problem shoqnisë tonë, ose kemi ngu s'ka pak naj parti politike, ose qa po dijone, nuk është që i kena hi në hak dikujt. Na preferenca politike, se cili kemi, se cili prej nesh, edhe mirë që kemi. Absolutisht. Po tash, na duhet me rujt formatin se format, na e përqeshim një fenomen. Për shembull, dhe emisionin që kemi bo, kemi dash me trajtu mënyrën e festimit. Tash tjetra që na e kemi po qashtu. Për një me konë ma atraktive që e me bo, për shembull me ato gomat e me ato, na e dim që ka pas edhe ma heret. Edhe festime dhe në Drenas, në Skënderaj, në Prishtinë, në Verizaje. Po, e kujtoj bile patë mbullizu dikon në Skënderaj. Shumë bre ka mbullizu, po i madhi vogël. Po, që të gjenjonë ja u knashëm krejt, u knashëm madhin. E vërtet, bili njonën
qa që paten bullizu, Po, ka shi nëse s'ka bëj presidenti Thaçi kur u pat zgjedh. zgjedh për herën e parë. Qa që paten bullizu djalin, sa që djali, dhe më thonë, u konë në dëshpërim total. Po, u Kom kanë dëgju, po, se njof. a bën me folje që po më duket. E paten trishtu djalin. Dhe që aty Ajo paten ka çu- qenë e kanë bullizu. Na kemi bo një tim, kemi trajtu një fenomen, një mënyrë të festimit ka që konë, edhe e mira kësaj është që ne kemi refuzu me bo temë të politikës para zgjedhjeve, sepse s'kemi dash në asnjë mënyrë Me hin hak me hin dikujt. hak asnjë partisë politike, asnjënës. Edhe në kohën kur kanë qenë zgjedhjet nacionale, e kemi bo emision për secilën parti. Kemi bo për VV-n, kemi bo për PDK-n, për LDK-n, AK-n, Nismen, Për secilën parti e e kemi trajtu programin e tyne. Po. Sepse s'kemi dasht me majt anë, as me thonë valla qërë këta e në ta majt anën këti ose ati. Jo. Kjo ka qenë misioni jonë edhe ka me qenë misioni jonë. Na kemi zgjedhje prap tash. Prap s'kena më marrë me zgjedhje. Kena me refuzu. Logjikonomia, a menon që është debati më serioz në Kosovë? Thash, a menojnë a është ma serioz, unë mendoj që na misioni jonë, edhe kur kemi nisë me ardhin, u konë që kemi mision që na me prek, dhe më thonë me përqu një mesazh edhe me prek, do tema në shoqëni. U konë mision, edhe unë jam shumë i lumtun që kemi arrit deri diku me mërri që mja qirë sy dikujt, adin. Okay. Dhe mi thonë, ka dole se diçka ka, adin. Për shembull, nëpërmjet emisionit tun ka pas edhe arrestime. Më thonë, i ka ranë mend dikujt aty që, e kanë pa, ka dole se... Ka pas? Po, ka pas, kemi ndëgju. Kjo Do më thonë që është e mirë. Po, Kena ndikun diçka për të mirë. Okej. Sepse ne kemi parodizu një temë caktume, që ajo prej kohësh u konë pjesë e shoqënisë, po dikujt... që e kemi nxjerrë në Na pa. e kemi nxjerrë pa, edhe... Mandi ka pas edhe arrestime, kështu që neve kjo na bën me undi mirë, sepse jemi të kontribun këtë shoqëninë tonë. Tash na gjejmë forma të ndryshme. Na jemi këtij profesioni. Edhe thashë më herët, e bartim një përgjegjësi me gjatë. Nuk mundesh me prit prej një bujkut ose prej një avokatit Po. mënyrën e tij me trajtu tema ndryshme, sepse ai se ka mision. Se ka mision. Une Respekt për secilin profesion, vërtet, natyrisht. por që Ai nuk e ka mision, nuk nuk i i bjen si intereson. përgjithësi mbi super. Ai e ka orën e vet me kry punët e veta. Veta edhe Qaq, Qaq, unë e kom atë punën tem. Tash kjo puna jam është pak e ndihshme sepse është punë që ekspozohemi shumë. Edhe natyrisht që na dalim në televizion, mediume, njerëz na shohin. Tash kjo bjen konflikt me ato që ne realisht e kemi mision. Por megjithatë ne nuk ndalemi sepse këtë punë e bëjmë, besoj që e bëjmë mas mirë. as nuk bën munale dhe për që e bëni mas mirë, kjo nuk ka diskutim. Tani është aktual ose që me thonë e një spektakli mbrëmjes 24 orë real time hin njerëz të ngujohen në cilësinë e producentit po të flas. Me që na jena prender dhe po i shohum sjelljet, mënyrën, normalisht na nuk jemi të obliguar me i pa. E vërtet, E ki digitronin e ndran. e vërtet. Po megjithatë ne jemi a mos të ekspozuar para një gjëje që ka të sillësh rrethon në rrjetet social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, televizion. Si po e sheh këtë maskarad, po e quajone, jo në kuptimin e tërësisë të spektaklit, po të brendësisë çka ofron. Qëre, këto formatet që për momentin janë në trend, sepse nuk janë vishtë në trend. Unë shoh gjithandej cilin do merre këto formatet reality që janë në trend. Dhe më thonë, ti e shef edhe një MTV, që është alamet medium i muzikës, e ka ndru komplet politikën, ose e ka mbyll. është mbyll, edhe është kthy, disa kanale në kthy reality. Reality. Apo din, do më Po, thonë, është këto se pas na pasim për po, do më thonë është nuk mundesh me ik kësaj. Po ndryshon, po Ka evoluon ndryshu diçka. komplet jetën. Tash ti kthehesh edhe në diçka, ti je shef në TikTok edhe në Instagram.
ajo ty po të jap mundësin, ty s'ki, tashtë unë s'po thom që ne si aktor që kemi përfundu ka një akademi, nuk është që nuk kemi përparësi ndaj të tjerëve, por me gjatë e ty po të penalizon, sepse del zot një me një video, me një telefon, me 2 kamë, 2 durë që thojnë, ta bon videon edhe ty që të peloje. Po që të peloje. Ai nuk shkon me kry akademin për me mi marrë një 200.000 lajka. Jo, ai direkt shkon. Jo, shkon direkt. Për shta po thomë, dhe më thonë, ka ndryshu gjithë shka si përket kësa industrie. Algoritmi ka ndryshu. Dhe më thonë, edhe Big Brother, që pja përmene jamën, dhe gjitha këtu, sepse tek ne në Kosovë, përveç formatit e Big Brother, nuk është që ka pas një format tjetër, në Shqipni kanë fillu edhe me një tjetër, në Evropë, po ashtu ka shumë formate, në Angli, kanë shku dhe formate edhe ma ekstreme. Ma ekstreme, ku ka pas edhe pami eksplicite. Jo, në kuptimin që a jemi të përgatitur për një gjë të tillë, në këtë kuptim. Na nuk po na vetë kërkosh a jemi të përgatitur. Po, dakord, s'po na vetë kërkosh. Po neve po na observohet. Po na observohet në diçka. Edhe po na observohet shumë egër. Unë e shoh për shembull edhe djemtë mi që shmenojnë. Unë e shoh djalin tem, do të thonë, ti e shef, ja bën një pyetje, edhe ai kur të jap përgjigjen, ty bjen t'jep me kuptu që ai po ndikohet prej rrjeteve sociale. Absolutisht. Do të thonë, pe përgjigjes e di. Do të thonë, ai ka pa çat shumë, sa që ai e din sakt që ka me bën jetë, do të thonë, s'po ta japi naj pyetje përgjigje të sakt, po në bazë të përgjigjes së tij unë e di se çka është për kufizimin ai ka vendos trajektoren ai e din e ka të sakt. Pastër e ka. E ka rrugën e ndriçuar. Hiç nuk domethënë shumë pastër e ka. Nuk ka dilema. Jemi të ekspozuar shumë edhe ka ndryshuar edhe komplet çastin, po them. Nështë edhe vetë kënë dëgju, domethënë në kohën kur ne kemi studiuar në aktrim, ka qenë 300 me 10. 300 aplikus në pranu 10. Tash është tjetër. Tash i kemi 16 profesora, asistent profesora, aplikojnë 8 aplikus. 30 si duket e 16 për pranojshëm. Jo, dhe ma keq. 8 me 6. 8 me 6. Domethënë kanë apliku 8, janë pranu 6. Kjo është një gjendje alarmante, po edhe është një gjendje që po t'jep me kuptu që thashtë ma heret. Zotnia ka telefonin që s'kam kur gjë kundër. Absolutisht, jo, nuk jem... Ja ka zhvillimi teknologjik. Edhe njerë do në më gjetë edhe po e këthejnë edhe në benefit. Unë e kom taku influencera që si me TikTok, thëtë vëlloj, ma ka ndryshu jetën la. Absolutisht. Dënë, kom fitu po ore për kësoj që është biznes la. Në fund ditës edhe profesionet si me thonë, studiohen për të fitu lek. Ai veç e bën një shortcut. Ai nështë ka pos një talent, ka pos një talent. I ka shti që atat familjes me kesh, se anë ju ka dhonë mundësia të rap videon, i ka pëlqy vëlla, po m'pëlqen edhe o kry. Po, e ka morë dhe e vërtesh. Tash, sa ka jetë gjatësi që ajo, na nuk e di. Ajo gjo tjetër. Ajo diçka tjetër, sepse profesionistët me gjatë kanë gjithë mënyrë qysh me qenë ma gjatë konsistent në industri. Edhe në profesionin për çka kanë studiu. Kështu që në fundit këto formatet ndaç pranojmë, ndaç nuk i pranojmë, kanë më rri me pas një impakt i jashtëzakonshëm. Jo, e qela këtë muhabet, e qela, po. Sa do thëmën e vëlla se kom këshyrë spesha, ata spesha, ty ka me dalë në TikTok, ty ka me dalë në Facebook, ty ka me dalë në Instagram, ty ka me ta përmend dikush valla që kja që ja boni këto, ose diçka ti nuk ka shansë. Është e pamundur. Është e pamundur. Është e pamundur me ikë ekspozimit kësaj gjëje. A din pse e qela këtë muhabet vetë se jo jeni përveç aktor, jo jeni edhe producent. Po menaj që kur thuhet në aspektin e terminologjisë kam një hall, kur thuhet VIP, për shembull është very important people, në kuptimin njeri i rëndësishëm i qati komuniteti, ose i qasoj shoqënie. Unë i pash pjesërisht, unë përbes nuk i njefsha. Tani, qëfar kuptimi ka që ajo para shtesa VIP, në më thonë, unë që aty e kam, si me thonë, jo atë hatër mbetin, po qka po ofrojna. Edhe unë e kom diskutuat e shumë, tash nëse e qujmë wannabe VIP, kish pas kuptim me i thonë, por me gjate, unë
shumicën që i kom pa që i kom përcjell, nuk është që i kom njoft, po ju mundu mi njoft edhe nëpërmjet komuniteteve të tjera. Lidhje caktume. Nuk është që i kom identifiku shumë. Po. Por ajo mo nuk po ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Unë thashë më herët. Një Më thonë ti e shef që dikush i ka bërë video në për TikTok, në diçka ti paketosh aty dhe deri. Qaq. Mandej tjetra është çka bëdën me shit. Çfarë duke ki, çush dukesh. Edhe ajo ka shumë rëndësi, më kupton? Unë i pash edhe femrat edhe këtu, në gjatë është një punë aty që o dasht me lyp, me gjithë, ku jone, kus jone. E vërtet për me kanë pranueshme. Fes, jo, aktualisht një duke prodhu edhe një serial Jeta në qift. Po. Aty e kom pa që përshkruhet goxha shumë realiteti jonë në cilin po jetojnë e të kthehemi këtë të ajo çka e thamë në fillim që njerëzit i bojnë ka 300-400 fotografi, i nxjerrin ja 2-3 për mi nxjerr në Instagram, edhe sa ku mujtun me kuptu është përafërsisht ajo që keni dashur me nxjerr në pa edhe me tregu si anomali që po ndodh në shoqërinë tonë. Qysh është prit si projekt dhe qysh po shkon si tërsi? Jeta në qift është një format komplet tjetër se çka dallon për ekonomisë ose për produktet që kemi bërë më herët. Sepse nëpërmjet saj edhe kur e kemi nisë, kemi dashur me trajtu diçka tjetër që i bjen, kemi dashur me trajtu një familje bukur të pasur, ku ajo familje, ku nëpërmjet saj kemi mrri po ashtu me i bashku dy kultura, Tiranë edhe Kosovë, këtë rast region të Llapit, po e them ashtu sepse një prej personazhe kryesore e kemi prej anës të Llapit, edhe ajo trajton shumë mirë që si një familje e bukur e pasur arrin me i qitë mpa fëmijët e tyre ose problemet e tyre, pavarësisht se çfarë gjendje ekonomike qëndrojnë ato. Ne kemi pas shumë gjendje më të rënda ekonomike viteve 80-ta, 90-ta, por megjithatë kena mrri me u eduku ndoshta më shumë, me u shkollu ndoshta më shumë. Kjo megjithatë nëpërmjet jetës në qift edhe ardhi që e ka konceptu edhe e shkruan edhe domethënë është një farë tragjikomedi e kohës tonë. Natyrisht secila komedi që e kemi bërë deri tash e ka pas një mision vetë, domethënë edhe kemi folë edhe për futboll, kemi folë edhe për kryetari mirë me shok shumë që ke qenë edhe vetë aktor në atë serial, kemi dashur me thonë diçka. Sepse në fund ditës nëse nuk thojmë diçka atër çka është misioni jonë? Çka është misioni jonë? Për çka jemi këtu punë? Për çka e thash edhe më herët, e bartim në përgjithësi. Tash edhe si komedi që jemi që është më e vështira për me realizu, na duhet me thonë diçka. Në fund ditës duhet me thonë ka dole se këta nëpërmjet kësaj po duhin diçka më na mësu edhe neve. Për çojë një mesazh. Te jeta në qift kena thojmë shumë çka. Thojmë se si ne si shoqëni nuk lexojmë. Ne si shoqëni vazhdojmë mos me u marr ose nuk mirremi hiç me fëmijët tanë, që është mjerim sepse ata fëmijë po i rrisim ne, po në fund ditës çka po rrisim. Ajo tregon shumë se si një familje pasën devijon nuk e din as për çka është realisht. Realisht e hub bosullën. E vërtet. Pse është aty edhe pse jeton. E vërtet. Edhe kjo ka qenë edhe ideja pse e bojmë. Kjo ka qenë edhe ajo që unë e kom pa është provoku edhe të familjet, është provoku edhe të gjeneratat e reja, të tinexherat që kanë një shkëlqyshmëri bukur të madhe. Që e shoh i provokon sepse e gjejnë veten, edhe fëmia e gjejnë veten, e gjejnë në njërin e lidhur me njërin pe personazhe. Gjithçysh. E shohin personazhin tjetër se çysh në bazë auditore fol më shumë anglisht se shqip. Do të thonë secila prej personazheve flet diçka, edhe natyrisht që publiku lidhet e gjen dikun veten, edhe kjo e provokon për atë edhe ka një shkëlqyshmëri bukur të madhe, edhe ka një impakt bukur të madh në shoqërinë.
Unë më thonë drejtën provoj her pas here me I përcjell punët në tërësi, po menaj e kum pa pjesërisht edhe jetën e qeft. Normalisht që kjo ngre audiencë për faktin që sot po e jetojmë qatë kohë që shjojni të përshkru në mënyrë vizuale, edhe menoj që krejt ajo që po shihet është ka jetuat edhe në jetë reale. Domethënë njerëz janë ka e bojnë qatë jetë, po ju e keni nxjerrë dhe po e transmetoni që me pa njerëz kanë njerë veten qysh veprojnë. Megjithatë, ju keni dhënë hapësirë shumë aktorëve me kanë pjesë e projekteve. A mendoni që po ju jepet hapësira e mjaftueshme aktorëve të cilët diplomojnë edhe mas diplomimit ju ofrohet mundësia për me kriju diçka edhe me thonë pak ma në atë mënyrën arkaike, mu gëzu pak që e kryta aktrimin ta shumë tjiri dikush me lujt. Unë mendoj që ka ndryshu komplet se qysh funksionon. Po nisna prej vetës jeton në rast se nuk prodhoj vetë mu kërkosh të më thirë. Do më thonë stirë kërkosh? Jo. Pavarësisht e a ki CV, a I ki një 700 epizoda të lujt në nuk thirë kërkosh. Pse po ndodhë këpis? Po ndodhë sepse nuk është që ka punë këtë reg, nuk është që të ofron vendi ju shumë punë, na e shohim edhe teatrot prej 8 qendrave të mëdha që I kemi, dhe më thonë në krejt vitin prodhohen, hajde po thejmë edhe të shfaqe, a prodhohen as prodhohen. Tash aty jenë pënsum, se cili teatri ka 9 ose 10 aktorë pënsum. Ti ki diko një ofër 500 aktorë llogaritin që në krejt Kosovën. Prej tyne janë të angazhum një 150. Në start I ki 350. Tjetër, rrjetet sociale, tash të bëhemi fair. Unë menoj që mundësit janë shumë të mëdha me marrë një kamerë ose një telefon edhe me qenë një kanal YouTube edhe ti vetë me bo diçka, si kur ti që e ke bo këtë emision, ose që i ke bo punë tjera, ose për shembull shpesh herë ti ndëgjoj këto videot që I bën në rrjetin social në Facebook. Po, është një mundësi që ti mundësh mu bo pak zoti vetvetes. Unë shpesh herë takoj biznismen edhe drejtues të kompanive ndryshme ku më thojnë valloj kërkush të kanë me na propozu diçka. Po. Kërkush. Më den. Unë e kam qitë kompani, e kam qita edhe qita. Halo së orë dikush me më thonë, valla, qërbes e kam një ide, a bën ta propozoj. Na këtë profesionin tonë, qërë nuk jemi trend, të bëhemi fair. Për momentin trend është teknologjia edhe janë arkitektat. Veç këshyre ka është të shku trendi në Kosovë. Dhe më thonë, fakultet arkitekturës I ki, dhe më thonë, pranohen 1.000, edhe atje 1.000, dhe më thonë, kërkesa për arkitekta është shumë e madhe. Dhe më aja të regon, që ka është të shku. Si një kohë që ka qenë ekonomiku edhe, po tash, me gjithate, aktorës mundën më bo krejt. Sepse edhe artist edhe aktor, me gjithate, e kanë një farë veni dikur shqyqni. Por, veç që ka ndryshu loja, edhe na duhet me ndryshu edhe na. Një ndryshu rrethonat. Në kohën e antikës kanë performuar për amfiteatra. S'ka pas as televizion as kur gjë. Tash në këtë kohën ku po jetojmë ne, ka ndryshu sepse ti ki rrjetet sociale. Kur gjë, kur farë mundësie ty nuk të vynë me të thirë apo të thirë një televizion. Heq sens të vynë ty ai televizion. Sepse ti e ke mundësin vetë me hap një kanal, me qenë një account dikon edhe vetë me prodhu diçka. Me prodhu edhe me monetizu qatë gjë. Po vëqë tash tani bjena, jeti për qatë puna, si e për qatë punë. Po, a e ki për një me? A e ki për një me. Se e ki për një me, ti ki be bo diçka. E vërtet. Se kimi ofru, mi thonë ati zotnis, ka dole se kom qiteti, a bën ta kalzëj, ose ati tjetër, ose ati tjetërit. Adin, po të thëmë, unë takoj shumë, njoni ma pa të bo kështu. Thash, unë e qështu është të thapë, ti tha të kom vrejt, ati, je gjallnik, je gjallnik. Halo, tha, kërkush të orta me më thonë mu, qërëbe se kom qita, a bën me ta prezentu, nëse e bëj,
amin një 2 euro të ha të buk. Po e bastardoj. Po në këtë kuptim që të monetizojnë a pak sa për më mujt me zhvillu. S'ka ma ajo industri, dhe më thonë, edhe të ke fundit nuk jem në Hollywood këtu. Spesh i thonë edhe disa kolegëve, ju këmë thonë ndër vite, nështë ti je ma i talentu mësën. Po. Ti, ka mundësi, nuk e di. Amo, une, jam pak ma punëtur se ti. Po, këtu dalojna. Tu daloj moneti. Edhe une nuk kom marrë me punu. S'kam, s'ka egzistu kur. Prej kur Ju mbo me ditë. Kom hec. Në më thonë, e moj me 50-11 vjetë, une nuk kom marrë për punë. S'kam marrë. Punoj. Këtu, une edhe ti dalojmë. Po, veç këtu Veç këtu dalojmë. Jo Mush diçka me qenë ma i talentu mësone. Po, unë i grohoj ma fort. Ama une punoj ma shumë se ti. Fes jo jeni pjesë e trupës teatrit të marem qena në Mitrovic. Si është ka shkon jeta kulturore atje? Qa me thonë jeton? Mitrovica, shpesh e thëmë, e ka thonë i ndjeri Ademi, ma këpu shpirtin. Sepse une për shambull, jom rrit Mitrovic. Jom lind në atë vend, tani një ko, kom dalë për Mitrovicës, kom jetu në Lipjane, tani ma vonë edhe në Prishtinë, tash jetoj nese. Jeta kulturore është e varfën. E varfën? Po, sepse qyteti e dim krejt që është i ndonë. Po, rrethonat. Dhe më thonë, rrethonat politike kanë bo ashtu se që një stres e madhe intelektuale që ka qenë, është tret, është zhduk prej Mitrovicës, nuk është mos, se egziston. Ka edhe në ta njerës? Po, njerës kanë pas të lashet mdoja, njerës kanë pas kull mbi kry. A i s'ka vakt as me të bo artë, as me i ro gitarës, as kur gjë me bo. Kur s'ki buk, kur s'ki barkun, plot, s'ki aty që farë artit amamit. Edhe është tret, është zhduk. Edhe mandej gjendja ranë ekonomike e ka bot veten. E vërtet është që ka pas tentativa, na që një kohë gjatë, që një 5 vite është formu dhe trupa e teatrit të qytetit. Nuk është që s'kemi punu, çdo vit punojmë. Ka pas të lashet mëdhaja. Njerëz mandej është edhe tjetra, nuk jenë mësu më shku me pa një shfaqe. Është e vështira, nuk jenë mësu. Për shembull, deri sot adaptohen me ritmin e ri. E vërtet. Unë i them, unë për shtat thash, ty një shtres tu ka zhduk, tu shtret. Tash duhet shtres e re për të edukuar në formën kulturore. Duhet me punu prej fëmijëve në për shkolla fillore të mesme që me prodhu diçka atraktive edhe për ta, që mi pru deri njerë mi shti dhe i mrena, edhe mandej pse ju me pa në shfaqe, e kum pa që ka disa organizime, festival gitarës, ajo kjo më thetë thash, që jenë shumë të mira, unë menoj që edhe komuna duhet me qelë kuljetën pak ma shumë. Jo me prit shumë pe qendrës, po vetë si komunë. Me marrë iniciativë. Me marrë iniciativë, me ofru njerës, sepse njerës, kur t'je jap një mision, besoj se secili ka me dhonë kontributin e ti. Unë e shoh qashtu, besoj që ka me ndryshu për të mirë, sepse ai vend edhe ai qytet ka frymu kulturalisht, edhe dim shumë mirë edhe vitet e 70-at, 80-at, edhe 90-at ka qenë shumë i pasur kulturalisht. E vërtet është që ka pas edhe diversitet kulturor pak ma shumë, tash nuk është që kemi edhe shumë. Por me gjatë, për momentin, e kom pa që është kogja vështirë. Unë e shoh edhe disa qytete tjera, për shembull shkojnë në Gjilan, e ki shumë alet me përformu, se ki full sallën publik, në teatr, për shembull. Atje s'ndodh. Është shumë vështirë. Është shumë vështirë me mush, pavarësisht kush do që vjen. Kush do që vjen. Nuk ka rëndësi kush vjen, po është vështirë. Ka ndo që të thërë atje, është shumë problem. Kjo po besoj që një kohë gjatë s'ka ndodhur kur gjë. Tani është rikthyer shkputja shumë e madhe. Për shkak po them, duhet ndoshta me punu shumë me gjenerata të reja që mi rri, mi thirr, mi au kriju një kulturë, edhe mi au kriju një ri-edukim kulturor. Ri-edukim, qësh dush quje, mi pru deri mrena dhe mi ofru diçka njerëzve. Absolutisht. Sepse njerëz në fund ditës kanë nevojë për gjithçka. Për gjithçka. More për kulturë, more për sport, për gjithçka. E vërtetë. Fes, po shkojna drejt funit, po na
domosdoshmërisht do të më fol pak edhe për një temë që është pak e ndjeshme në shoqërinë tonë, sepse kur flitet për politikën, me njerë gjykimi është ke moron, s'ke moron, se cili, që tham edhe në fillim i kena bindjet tona, por që ky vit na shkoj, si me thonë, shkoj duke prodhu zgjedhje, pas zgjedhje, se dia apo dinet na i zgjidhje, mas të ngrinë zgjedhje, po si po e sheh këtë tregim politik në Kosovë? Është përkeqare me të kallëzu shumë sinqerisht, sepse nuk besoj që kemi qaq luft me pas kaq shumë zgjedhje. Natyrisht, shoqërizotit që janë demokratike, edhe ekziston një farë, po e quaj një farë koloriti i partive politike, që s'jemi në komunizëm ku nuk është që kështë pas shumë mundësi me pas shumë zgjedhje, por me gjatë, po besoj që është përkeqare, ne kemi pa dhe shumë mirë, so gjatë edhe so ka marrë kohë deri kur është konstituu kuvendi, që si cila parti apo opozita ja kanë gjujt të opiniona tjetrës, tash votuesën ata që në fund të ditës kanë me vlerësu se kush ka pas fajin, pak ma shumë. Megjithatë, na si shoqëni, po e them me keqardhje, nuk është që po kemi mundësi me u shput për politikës, se nështë edhe shumë dashur mos më na interesu shumë. Apo e bën kjo që mos shkputje nga politika problemi ekonomik, e që rrjedhimisht po them financiar, se njerëz janë të lidhën pak për politikën edhe në që i lidh pjesa ekonomike. Ti shakon të jetu në Island. Po. Ku territori i vendit tem nuk ishte rreziku, apo e ardhmja e këtij vendit tem ku unë kom vendos, kom linë këtë vend, kom jetu dhe kom vendos me jetu dhe kom vendos me rritë edhe djemt, nuk është që më i kishë interesu shumë. Ti shakon të jetu në Finlanda, e thash në Islanda, në e vend që nuk ka në e pretendime diçka. Po ti je obligum në baza ditore. Po ti me gjitha të... Në baza ditore, me qenë involvum ju në parti politike, po me t'interesu se shka pëndu me vendin tem. Po, ti me gjitha të je aktor, ti s'bën më marrë me kësi punë. Ti, pse ti kush je ti je i marun veç më nashtime kjerë, vlla. Po, pse duhet doktori më marrë me politikë, Kush je ti, pse ti duhet më marrë me politikë? Po, pse duhet gazetari pra më marrë me politikë, jo aktori? Ti o bone më marrë me politikë, ha? Po, e vërtet. Ti je veç më nashtime kjerë. A ta këput rrime na instruja që mos me pagu ty si aktor? Balojnë, qa me të për 2 euro. Për 2 euro, më kalëzaj një mjekë imi dhe për 2 euro ma këshin këput, edhe veç ideja ata që smëriva me pagu, në qikaq. Dhe kjo mu po më pengon shumë. Ta bona këtë pyetje me qëllim që ne që kemi vendos me jetu këto. Kem drejt vlla më morë me problemet të cilat na rrethojnë edhe me lanë zanotin qëto, mirë, jem aktor, po, qëto probleme, në më thonë i kam edhe onë edhe te, edhe se gjithë ju morë, gjithë këmë morë. Pik. Mu më pëlqenë qëre, une e marë shambull, shpesh një person të familjes ma boni kërë para zgjedhjeve nacionale, ku shumë pëtoj që ki bedriomë se ta që për përmenin, apo kuptat, më thonë, une fantastike. E adhëroj me orën që si gjendje. Që jem gjendje ka njerë dhe asamblistat në shtime me t'i përmenë. Me qi. Më thonë, sakë të di kush është. I në gjë. Le ti tash për ministra zëvëns ministrat. Po se rrethonat na i kanë kriju që na do me thonë pjesë proaktive kësaj shoqënie. Këtë mediumet i kam follow në Facebook. Që më shmi i gasnjonës. Mandej, në ka interesu vlo, sepse unë e kom kalu procese ndryshme. Jom lintel të dytën, tash e moj men edhe 90-at shumë mirë, e moj men luftën shumë mirë, e moj men komplet tranzicionin pas të që ka ndodhë, e moj men pavarësin,
Që s'ka të moj menë, për Na jem gjenerat ko qa fatlume, gjithë shka këna provu. Gjenerat, është e pa është pa mundur aty me thonë, valla, jo, s'po më interesant shka. Jo, ka doli se si ku shkan. E kjo është për keqardhje. Nuk e di ku e ka fundin. Se di qëfar fundi ka me pas, për ne me pëtëm. Jo, që të funin nuk e di që me pas funin Që tash. të funin që pe përmend, so ka e di kërkush. Veç dash zoti që na si shoqni kena tregu që jena bukur shoqni demokratike, edhe që ajo më ka pëlqyer gjithmonë. Ti je PDK, ai tjetër është vetëvendosje, ai tjetër është LDK. Megjithatë, kur s'kena mri që njëri me pas një fuqi absolute. Që më pëlqen në këtë shoqnin tonë. Ndahet, balancohen forcat edhe kjo e bën ma të bukur këtë procesin. Kjo është demokracia. Kjo është demokracia, me fjalë Fund tjera. ditës, kjo është demokracia që mu më pëlqen që ky vendi ynë, sa do i vogël, i varfër në koft, dhe gjatë kemi prodhu një demokraci që na e kanë lakmi plot vende. Na e kanë lakmi. E vërtet është. Na dim shumë mirë se qysh votohet në për vendet caktume. Edhe çfarë zhvillimi ka pas për 25-6 vjet mas luftës e Kosova. Fes, unë të dëshiroj sukseset më të tjeshme edhe sukseset emocionalshin me këto projektet mira që vërtet po na bëni me kesh e mundje mirë. Faleminderit pafund që ke pjesë e emisionit Jetë o Jetë. Faleminderit ty Jetën edhe të rëj dhe ty gjithat mirat, je bukur aktiv edhe këtu edhe anë i kofinit, kështu që emocional, më mënej. Faleminderit, po dohet e kem marrë si detyre si mision. Bravo. Meq, deri në emisionin tjetër, shihemi.